Zhduket prej 4 ditësh pa lënë gjurmë një 17 vjeçare nga fshati Vilës I rrethit të Tiranës. Baba I vajzës denoncon këtë rast në media dhe dyshon se është rrëmbyer nga një mik I familjes së tyre. I përlotur, baba I 17 vjeçares Nazime Visha kërkon që vajza e tij të paktën të gjendet e gjallë. Dyshohet se më ka marrë një miku im nga zona e Motit edhe ka transportuar me forestrat për linjën e Motit. Tani u kam bënë denoncim në komisariatin e Tiranës, numër 4, edhe në komisariatin e Burrelit. Kërkojmë ndihmë nga shteti, po që se ka mundësi, sipas mundësisë, na japin na informacion. Personi është I martuar, ka 5 fëmijë. Ashtu edhe rrim me shtëpi Mans të Durrësit. Tani unë s'dija si lloj adrese ky më ka rrëmbyer gocën mas dite. Unë kam pasur shtëpi, vetëm 2 fëmijë të vogël, edhe kjo. Gruaja ka qenë duke hek ca gur ki toka ime atje, si quhet liçe. Unë vetë kam qenë atë ditë një zonë të fshatit Krujs Mbrus të Vredikal, kur kam harë në darkë në shtëpi, sot diktonte më goca, vetëm kam gjetë fëmijët e vogël duqa. Ai thotë se vajza mund të jetë rrëmbyer në momentin kur ishte në shtëpi vetëm me 2 fëmijë të vegjël. Kërkimet nga policia vijojnë prej disa ditësh, ndërsa bëhet e ditur se vajza në momentin kur është zhdukur kishte të veshur një palë xhinse dhe një triko të kuqe.